Busha të bëjmë pyetjen ty, pse ke vendosur ti të votosh për Arlind Qiorin? Çfarë, domethënë? Sepse po ndiqja dhe debatin që bëri Arlindi me Olën. Domethënë, pyetja e parë që shtrohet është, në këto 30 vjet kemi ngritur një sistem të pabarabartë, një sistem ku ai që është i varfër bëhet gjithmonë më i varfër dhe ai që vjedh të tërë bëhet hajdut akoma më i madh? Në qoftë se bijem dakord që në 30 vjet kemi ngritur këtë lloj sistemi, e mbani mend Edi Rama në 2013 ka fituar pikërisht me çështjen e pabarazisë. Dhe në qoftë se problemin e shtrojmë kështu, që në këto 3 dekada kemi ngritur një sistem të pabarabartë, ku i pasur i bëhet gjithmonë i pasur, e i varfër i zhytet gjithmonë. Jo, më të varfër si mi bërë, po është thelluar distanca. Pabarazia, vjen gjithmonë e duke u rritur, atëhere, ky program duhet ndryshuar, ky program duhet hequr nga kompjuteri dhe duhet mendojmë, a kemi mundësi kompjuterit ton t'i fusim një program të ri? Dhe kush do jetë programi i ri? Që duhet vi një moment që ata që i kanë rriepur të tërë të paguajnë më shumë dhe një pjesë të filloj të paguaj më pak, sepse është kjo pjesë e madhe në kurriz cilve janë pasuruar këta një pakisa që kanë qenë 5% dikur, 3% e kanë arritur 1%. Dhe ka ideologji këtu në kuptim ideologjik, pa tjetër ka se çdo qasje e tillë është ideologjike, po nuk ka atë që ne i quajmë ideologji marksiste komuniste. Merrni New Dealin e Rooseveltit. Amerika nga vitet 30 deri në kohën kur erdhi filloi të fryj periudha reganiane thatcheriane, kanë arritur taksat për më të pasurit deri në 70%. Dhe kjo është periudha e begatisë më të madhe të Amerikës. Pra nuk do të thotë që më shumë taksim krijon dështim ekonomik. Barazia krijon gjithmonë mirëqenie. Dhe këtu e kam gjetur unë, pikrisht dhe prandaj, unë nuk e di, unë nuk vë bazë dot për Arlindin, që nëse idetë e Arlindit vini një ditë në pushtet, këto do realizohen dhe do e bëjnë vendin më të mirë. Por jam i bindur që duhet provuar, sepse ky sistem që kemi sot, do e shkatroj këtë vend, do e shpopulloj këtë vend, dhe do e vërë këtë vend peng të 100 vetave, siç po bëhet. Prandaj programi i kompjuterit duhet ndryshuar. Në fakt, Amerika që u bë shteti i mirëqenies sociale u bë nga modeli i futjes dhe nxitjes së prodhimit që bëri Roosevelti, jo nga taksimi, u prodhua, u rrit ekonomia dhe pastaj u taksuan të pasurit. Por, po flasim për një vend që ka 100 miliona banor, 330 sot, nuk e di sa ka qenë atë periudhë. Po, ekonomia e Shqipërisë nuk e konsum. Ku do ta shesësh nëse prodhon diçka? Por, ajo që më pëlqeu te programi Arlindit ishte që ishte identifikuar. Ka rënë bujqësia, janë zvendësuar mallrat e konsumit dhe linjat e prodhimit, vendas të agropërpunimit. Ato janë simptoma të një qasje të saktuar që ky vend duhet grabitur dhe nga që qasja ka qenë kjo, s'është investuar në arsim, s'është investuar në bujqësi, s'është investuar në shëndetësi. Në qoftë se qasja është si do e bëjmë më të mirë dhe më të jetueshëm këtë vend për njerëzit, atëherë. Nëse mund të marr vetëm një shembull. Nëse dikush është pronar kapitali sot, merr sinjale nga sektorët e ndryshëm të ekonomisë. Ku investon kapitalin? Të gjithë në ndërtim. Pse të gjithë oligarkët në Shqipëri investojnë në ndërtim? Sepse norma e fitimit është shumë herë më e lartë se sa në ekonominë produktive. Qofse ne kufizojmë sektorin e ndërtimit. Të përgjigjem kësaj pse? Se këta jo vetëm pastrojnë para, jo oligarkët, nën kontraktorët. Jo, oligarkët fitojnë. Pra, Shqipëria është i vetmi shtet që mua më ka rezultuar që për të pastruar parat nuk është kosto deri në 30%, 40% që shkon në vendet të tjera, po del dhe me fitim. Po dakord, përveç se pastrojnë parat, kjo kontradikt ka ndodhur se ne. Edhe norma e fitimit jashtëzakonisht e lartë. Tani nëse ti e rregullon sektorin e ndërtimit, ky kapital do të kërkojë rrugdalje në sektor të tjerë, do të guxojë më shumë në bujqësi, në industri. Sot kapitali i madh në Shqipëri është parazitar.
shkon ose në ndërtim, ose në hotele me 4-5 hyje, ose në për banka. Pra aty ku fitimi është i sigur. Pra roli i shtetit është ta orientoj kapitalin aty ku gjenden ato që quhen teoritë e zhvillimit, avantazhet krahasura dinamike. Pra avantazhet që nuk janë detyrimisht avantazhet e sotme, po mund të ndërtohen si avantazhet e nesërme, që ne të kemi një ekonomi më të shëndosh. Përndryshe ne do mbetemi në vend numëro, do ikin shqiptarët dhe ndërtohen hotele me 4-5 hyje. Mund të hotela. Në thonë, gjithë këtë periudhë duket sikur jemi brenda një laboratori dhe po diskutojmë për parimet e ekonomisë. Një forcë politike e bën një program dhe ju keni bërë 177 faqe program për ta zbatuar. Pra, ju po hyni në zgjedhjet e 11 majit, perceptimi, sondazhet japin mundësinë që ju mundet të kapni disa deputet. Po të keni deputetet e njerëz dorë, dakord? Pra nuk fitoni zgjedhjet. Ndërkohë ju vetë keni pretenduar dhe keni deklaruar që edhe nëse PS apo PD i fiton zgjedhjet, ne nuk bëjmë aleancë me ta. Dakor? Kështu që këto 177 faqet rrinë atje brenda flenë. Pra as nuk zbatohen nga njëra anë, as nuk zbatohen nga ana tjetër. Atëherë çfarë vlere ka gjithë kjo lodhje kur janë të pazbatueshme? Ja ta ja përgjigjem. E para një herë çdo parti që hyn në zgjedhje, sigurisht duhet të jetë modeste me këmbë në to, por ama i flet gjithë shoqërisë. Më kupton, sikur ne ta votoj shumica e qytetarëve, ne nuk do themi jemi të papërgatitur për të qeverisur. Prandaj ne duhet bëjmë maksimumin. Dakor? E para. Kjo dhe këtu më besoj që do ta bëj çdo parti serioze dhe bën çdo parti serioze në botë. Pavarësisht pritshmërive. Do zbresim në terren. Rajon laborator. E dyta, ky program nuk është vetëm për 11 maj. Parimet e këtij transformimi të madh janë për shumë vjeçar të tjerë. Sigurisht që disa shifra mund të rregullohen rrugës. Ne kemi thënë që kur e botuan programin, presim sugjerime, kritika për ta përmirësuar atë, nuk ka diskutim. Tjetra që është e rëndësishme, unë nuk besoj që do ketë stabilitet qeverisës pas 11 majit në Shqipëri. Unë nuk besoj që do ketë një shumicë të qëndrueshme pas 11 majit në Shqipëri. Unë mendoj nga aty sistemi vjetër politik do të dekompozohet gjithnjë më shpejt dhe mundësitë për të vënë jetë këto ide do të jenë shumë më të afërta se më parë. Në politik koha nuk është, si thua, nuk është standarde, nuk është homogjene, pra nuk është se jam dashur 34 vjet për të ardhur deri këtu dhe duhen edhe 34 vjet tjerë për të bërë hapin e radhës. Në politik çfarë ta sjell një moment caktuar historik, një konjunkturë caktuar historike, çfarë ta sjell muaji, nuk ta sjell dekada. Por në politik thuhet kur nuk thuhet kur. Prandaj që për aleancat po të pyes. Prandaj pra e ketë hapur mundësinë për të bërë një aleancë me këdo që fiton zgjedhjet? Jo, e refuzojmë për arsye morale, për arsye politike, se nuk i ndym duart me ata që kanë vjedhur, vjedhin dhe kandidojnë për të vjedhur. Se e pata një debat para një jave me Fatos Lubonjën në një studio tjetër, që po më thoshte me këtë do bëni aleancë, se nuk bëni aleancë. I thash, imagjinoni këtë situatë hipotetike që s'ka për të ndodhur, sikur unë të ulesha në tryezën e diskutimit me njërin prej Sali Berisë apo Edi Ramës. Po për çfarë do diskutonim? Ço do thoshim? Se ne themi s'do vjedhim. Ata thonë do vjedhim. Ço do bëjmë? Do vjedhni vetëm ju, s'do vjedhim ne? Pra do vjedhet vetëm në ministrit e partisë X dhe jo të partisë Y?